Autobusi periferis po ndiqte itinerarin e tij të zakonshëm. Ai ishte kryesisht i mbushur me të moshuar, gra dhe fëmijë. Shoferi hodhi një vështrim në pasqyrën e pasme, buzëqeshi fshehur azi dhe vazhdoi të ngjiste. Ai e donte punën e tij dhe kur nuk ankoi për vështirësitë që lidheshin me të. Në verë drejtimi i autobusit ishte i lehtë dhe i thjeshtë, por në dimër kur rruga ishte ngrirë dhe vinte borë, gjithçka bëi shumë sfiduese. Isak Thomas kishte punuar si shofer në këtë linjë për rreth 15 vjet dhe njinte shumë nga pasagerët. Ai kur nuk kishte pasur probleme me ta dhe atmosfera në autobusin e tij ishte gjithmonë e qetë. Për më tepër, Amanda Gong, një kontrollore biletash, ishte gjithashtu në autobus me të. Ajo ishte një ndihmë e madhe për të mbajtur rendin. Fatkeqësisht, ajo ditë shkoi keq në fillim. Katër korriku po afroi dhe njerëzit po udhëtonin për të vizituar të afërmit dhe miqt, duke përfituar nga pushimet e nga puna. Atmosfera në autobus ishte shumë festive. Fëmijët që qeshnin të gëzuar, ndërsa të rriturit ose shikonin nga dritarja ose dremitnin, të lëkundur nga zhurma ritmike e motorit. Të punosh në një mjedis të tillë ishte një kënaqësi e vërtetë, por ajo që ndodhi më pas e ndryshoi situatën plotësisht. Gjithçka filloi kur një grup të rinj të zhurmshëm hyn në autobus në një nga dalesat. Ishin 6 veta, veshja e tyre karakteristike, bizhuteri dhe rrjeti i dendur i tatuazheve në krah tregonin se ndoshta ishin antarë të ndonjë bande rruge. Ja ku filloi, mendoi Alfredi shqetësuar. Shoferi më përvoi e dinte se jashtë kufive të qytetit ai dhe pasagerët e tij ishin më të cënueshëm. Të rinjt po silleshin në mënyrë të çrregullt dhe pasi nuk kishte mjaftueshëm vende të lira për të gjithë, ata larguan disa fëmijë dhe zon vendet e tyre. Kjo ishte krejtësisht e papërshtatshme dhe Alfred e kuptoi më mirë se kushdo tjetër. Nga ana tjetër, çfarë mund të bënte kundër këtyre të rinjve të paturpshëm që kishin forcë, vetbetësim dhe guxim në anën e tyre. Alfred nuk donte të përshkallëzonte situatën dhe lutej në heshtje që kontrollorja e biletave të mendonte njësoj. Por Amanda vendosi ndryshe. Duke parë që grupi të rinjve nuk pagoi tarifën, ajo u nervozua dukshëm dhe u ngrit nga vendi i saj. Alfred u zbe. Ai e dinte që Amanda do të këmbgulte që atë të paguanin dhe nëse nuk e bënin, ajo do të fillonte të lëshonte gjoba. Kjo ishte ajo që Alfredi druej më shumë, pasi askush nuk mund të parashikonte se si do të zhvillohej situata në një rast të tillë. Nuk kishte ndalim për Amandën. Duke ju afruar grupit të rinjve, ajo u prezantua dhe u kërkoi me mirësjellje të paguanin tarifën. Alfred u tensionua dukshëm dhe shtrëngoi timonin duke u përgatitur për më të keqen. Ai e kuptoi që pasagerët të tillë të padisiplinuar mund të prishnin në udhëtimin, jo vetëm për të, por për të gjithë autobusin, dhe ai nuk e donte këtë. Pyetja Amandës nxiti një buzëqeshje nga të rinjt. Paguaj tarifën, a je në vete, ne jemi mirë pa paguar, pse të paguajmë diçka? Ja ku filloi, mendoi Alfred me trishtim, duke qeshur me ngjitje, të rinjt me njëherë filluan të bënin shaka dhe të silleshin sikur autobusi u përkiste vetëm atyre. Nëse nuk paguani për udhëtimin, do të më duhet të lëshoj një gjobë, mërmëriti Amanda. Gjobë, lësho çfarë të duash, por ne nuk do të paguajmë asgjë. U përgjigj njëri prej tyre tani më ashpër. Ai duke më i madh se të tjerët dhe me sa duket ishte udhëheqësi. Buzët e Amandës filluan të dridheshin dhe djersit i dolën në ballë. Si kështu? Çfarë do të thotë nuk do të paguani? Kompania e transportit ka rregullat e saj dhe ato janë të detyrueshme për të gjithë pasagerët pa përjashtim. I riu përgjigj me buzëqeshje. Nuk më interesojnë ato rregulla. Unë vendos çfarë të bëj në çdo situatë. Nuk do të paguajmë për udhëtimin dhe përse duhet. Autobusi është i vjetër, mund të prishet nga çasti në çast. Një guxim i tillë ja preu frymën Alfredit. Kush mendonte se ishte ky djalosh? Çfarë të drejtë kishte të kritikonte transportin që kishte shërbyer me besnikëri për vite me radhë? Situata u bë kritike. Amanda thjesht nuk dinte çfarë të bënte dhe u tërhoq më njan. Nuk kishte asnjë mënyrë që ajo të përballonte 6 burra agresiv, sidomos duke pasur parasysh që pothuajse nuk kishte burra në autobus. Ajo nuk e llogariti shoferin, pasi ai ishte gati 60 vjeç. Si mund të përballonte ai të rinjt agresiv që qartësi po kërkonin të lashe? Situata u bë vërtet kritike. Duke ndjer pandëshkueshmërinë e tyre, të rinjt filluan të silleshin edhe më paturp. Tani ata nuk ishin frikë të ngacmonin pasagerët e tjerë dhe vepronin sikur të ishin zotërinj të vërtetë të universit. Sigurisht, Alfred nuk mund të qëndronte më njanë dhe u përpoq të përballonte trazuesit. Fatkeqësisht kjo nuk pati asnjë efekt mbi ta.
Të rinjt vetëm qeshën me shoferin dhe këshilluan të përqëndrojnë në rrugë. Alfred në heshti gëlltiti krenarin dhe u qetësua, duke kuptuar plotësisht që nuk mund të ndeshte me forcën e tyre rinore në atë moshë. Në atë moment, dalesa tjetër autobusit u shfaq pas kthesës, ku një burr i moshuar me një çantë pëlhurë në duar po priste, duke e parë udhëheci i grupit bërtiti. "Vazhdo, pse të ndalojmë për ta marrë këtë plak? Le të pres autobusin tjetër." Alfred tuti kokën, por nuk ju bind kërkesës së të riut. Çështja ishte se ai e merrte këtë pasagjer në këtë ndalesë pothuajse çdo ditë dhe nuk mund ta linte thjesht aty. Alfred e dinte që ky burr jetonte në periferi, ku kishte një shtëpi të vogël me kopsh dhe lule. Ai shkonte në qytet për të punuar si roje në një nga firmat tregtare, prandaj detyrohej të përdorte transportin publik. Burri quhej James White dhe dukej si një plak i ëmbël që rrezatonte mirësi dhe kujdes për të tjerët. Pasi u ngjit në autobus, zoti White i bëri një shenjë me kokë shoferit dhe si zakonisht u drejtua për në vendin e tij të preferuar pranditarës. Por ai vend ishte zënë nga një nga të rinjt e bandës së rrugës. "Çfarë po shikon plak? Të shqetëson diçka?" tha e riu. Zoti White kolliti në mënyrë të sikletshme dhe tha: "Jo, jam mirë, i ri, por nuk do të dëmtonte të ishe pak më respektues." I riu gjallërua dhe shkëmbeu shkrikime kuptimplota me miqtë e tij. "Oh, po ndihesh mjaft i sigurt apo jo? Çfarë ke në çantë plak?" pyeti i riu në mënyrë të vrasht. Zoti White u grimans, por nuk i shmang pyetjes. "Moll nga kopshti im dhe disa pjeshk." I riu qeshi. "Wow, çfarë pemë ke sjell për ne? Hajde, hape pak çantën plak. Gjithsesi nuk do të marrësh asgjë në shtëpi. Konsideroje si pagesë për udhëtimin." Zoti White shikoi përreth, ja dha çantën një pasagjeri dhe u nis drejt të rive që qëndronin në korridor. Ndërsa ecte, shpatullat I ishin drejtuar dhe duke sikur ishte rritur në lartësi, por vetëm Amanda e vuri re këtë. Gruaja gjor vërtet kishte frikë për jetën dhe mirëqenien e zotit White. Duke parë burrin që po afrohej, udhëheqësi I bandës buzëqeshi keqdashës. "Çfarë do plak? Dëshiron të lashe? E po, do t'i marrësh tani." Në momentin tjetër ai u lëkund për të dhënë një shpull të fortë plakut, por nuk mundi, sepse mori një goditje të fuqishme në anë. Duke humbur ekuilibrin, udhëheqësi I bandës u rrëzua në korridorin e autobusit. Zoti White e injoroi dhe vazhdoi kundër sulmin e tij. Goditje pas goditje ai u hapi rrugën deri në fund të autobusit si një akull thyes. Pasagjerët e habitur qëndronin me gojën hapur. Zoti White jepte grushte me mjeshtëri, pa shkaktuar dëm të vërtetë tek të rinjt. Pse të lëndonte gjeneratën e re? Ata do të rriteshin, do të rimendonin veprimet e tyre dhe ndoshta do të bëshin njerëz të mirë një ditë. Zoti White nuk mbante asnjë zemërim ndaj kundërshtarëve të tij. Frymëmarrja e tij ishte e qëndrueshme dhe zemra e rrinte në të njëjtin ritëm si më parë. Ju deshën vetëm disa minuta për të qetësuar të gjashtë të rinj. Gjithçka ndodhi aq shpejt sa dëshmitarët e pavullnetshëm duar trokitën me gëzim dramën që po zhvillohet. Fëmijët qeshnin dhe prindërit e tyre admironin zotin White, I cili u bë heroi I tyre në çast. Pasi u qetësuan zoti White, ndihmoi të rinjt të ngriheshin dhe I drejtoi në vendet bosh. "E po plak, kush e dinte që mund ta bëje këtë? Je Superman apo çfarë?" pyeti njëri prej tyre me respekt të hapur. Zoti White buzëqeshi. "Jo, sigurisht jo. Kam qenë fitues I konkursit Golden Gloves në kohën time. Keni dëgjuar ndonjëherë për të? Ishte shumë kohë më parë kur boksi ishte një mënyrë për të mbijetuar në lagjet e trazuara të qytetit. Në rinin time isha si ju, grabisja dhe vidja." Dhe pastaj çfarë ndodhi? Nuk u përmbajtu dhe hesi I bandës duke pyetur. Pastaj përfundova në një shkollë për adoleshent problematik, në thelb, një burg për të mitur. Fillova të boksoj atje. Trajneri im ishte një burr shumë I mirë që dikur kishte luftuar kundër shumë të famshëmve të kohës. Më vonë u ndoqë hapat e tij. Karriera ime nuk shkoi siç duhej, por para se të largohesha arrita të bëja një zhurmë në kategorinë e peshave të mesme. U përgjigj zoti White me krenari. Në heshtin e tensionuar që u vendos në autobus, plaku mbaroi historinë. Çdo pasagjer po mendonte për faktin që po udhëtonte me një kampion të vërtet. Ai mund të mos kishte fituar shumë kampionat, por kjo nuk e bënte atë më pak të talentuar. Pas bisedës me zotin White, të rinjt u qetësuan dukshëm dhe ndaluan ngacmimet ndaj pasagjerëve të tjerë. Me sa duket, ideja se mirësia duhet të mbështetet me grushte funksionoi këtë herë. Ndërkohë zoti White mori çantën e tij dhe u nis drejt daljes. Duke e parë të largohet, çdo pasagjer I autobusit I uronte mendërisht shëndet dhe shumë vite jetë.
Sa për anëtarët e bandës së të rinjve, askush nuk I pa pas atij incidenti. Tash e them e thoni sa ata hoqëndor nga jeta e krimit dhe duke ndjekur shembullin e zotit White, u bashkuan me një klub boksi. Herët avon mund të shihni një nga ata në arenën ndërkombëtare, të ndriçuar nga blicet e fotografëve dhe tifozëve.